ndaqi me pa një njeri të degraduar në natyrën e tij, dhe ndoshta është në më degraduar në natyrës njerëzore ai cili ka etje për pushtet. Vreni këto politikanë tanë. Me këtë situatë që është kriju në vendin tonë nuk banë gjatë tjetër vetëm tregojnë e mbjen keq për ta, sepse më duken shtresa më ignorante, më ult e popullit shqiptar, sepse ju jepet i tije pushtet njerëzit e kanë këtë bujari, po ma ta jep mundësinë, ushtroje të mirën, ja, si me mbledh vetëm për veti. Edhe nuk është problemi tek ajo që ka mbledhin, por problemi se nxjerrin e pa, varfëninë e shpirtit të tyre, atë mizerën e brendshme, njerëz të cilët jetojnë vetëm thjesht me pas diçka, e shpërfitojnë natyrën e tyre disa të përfunduar në burg. Si më në burg ti? S'kena votu për me na bë mirë, s'kena problem, më bani mirë edhe vetit. Por mas abuzot deri në atë pikë sa që me marr në qafë. E mja hek ka shatë e negoj sidomos atij i cili lofton ashpër çdo ditë për me pas bukën e përditshme. Aty është e pafalshme. Mëkati çon vdekje. Prandaj mëkati i korrupsionit çon burg. Çon burg. Thot Krishti, herë ta vonë çdo gjë do të dalin dritë. Kanë hetje për pushtet shkretit. Prandaj edhe devijojnë. Si s'doli një me thonë kam etje për me shërby, se ma shdan mundësia me shërby. Krishti thot, dhuro, se do të dhurohet, beso, e s'do të mungojnë asgjë, po jo mlidh grumëlla për veti. Kur pushtet? Nuk ka një provokim, një tonim, ma të kesë se sa i pushtetit. Krishti, me qëndru besnikatit, me dashtate, dhe një që i qëndron besnik Zotit, mbesoni, sa është e mira vetit, e mira çdo kujt që ka të bëjë me te, është edhe e mira shoqënisë e njerëzimit.